Trim Belegu dhe Alban Johaj janë dy emrat më të përmendur ditëve të fundit në rajonin e Pejës. Të dy dyshohen përgjithsej 431 vepra penale. Belegu dhe Johaj u arrestuan pasi me 28 janar dyshohet se kanë kryer veprën penale të grabitjes, sipas prokurisë themelore në Pejë. Trim Belegu dyshohet të jetë i përfshirë në 303 raste penale. Referuar databazës së Policisë së Kosovës, ai rezulton të jetë i dyshuar në 302 raste, ndërsa për të kishte qenë i lëshuar edhe një urdhër arrest aktiv. Ndërkohë, Alban Johaj, sipas të njëjtave burime, rezulton i përfshirë në 134 raste penale, prej të cilave i dyshuar në 129 raste. Po ashtu ndaj tij kishin qenë të lëshuara 11 urdhër arreste. Me 28 janar, dy të dyshuarit ishin maskuar dhe dyshohet se kanë kryer grabitjen në një këmbimore në qytetin e Pejës. Sipas informacioneve të siguruar nga Gazeta Nacionale, rreth orës 15:45, njëri nga të dyshuarit kishte qëndruar rojen, ndërsa tjetri kishte hyrë brenda në këmbimore. I dyshuari që kishte hyrë në lokal është Trim Belegu, 25 vjeçari, i cili nën kërcënimin e thikës kishte arritur të marrte 1000 euro. Ndërkohë, shoku i tij, Alban Johaj, kishte qëndruar jashtë duke bërë roje. Pas grabitjes për 2 ditë radhaze, të dyshuarit ishin fshehur në shtëpi të huaja, duke hyrë pa leje, ndërsa në fund u arrestuan në një stan. Sipas hetimeve, vetëm gjatë 2 muajve të fundit, 2 të dyshuarit kanë kryer 3 vepra penale. Gjykata themelore e Pejës ka aprovuar kërkesën e prokurisë dhe ndaj Trim Belegut dhe Alban Johajt është caktuar mosa paraburgimit prej 1 muaji.